Për shembull, tani e ke kryetarin e El Salvadorit, Najib Bukele, është arab me preardhje. Babgjyshi i tij e ka themelu xhamin e parë në El Salvador. Mirë po tani ai vetës i thot krishterë, thon. Edhe ata janë krishterë, thon. Janë ndryshuar, thon. Muslimani s'bën me jetu në vendin e qafirave, edhe nëse mundet me praktiku fenë sipas pretendimit të tij, po pas një kohe do të shkrihet në atë shoqëri. Se për shembull shoqëritë e Amerikës Latine në përgjithësi janë i kanë qenë më të lehta ndaj muslimanëve, s'kan pas pengesa për muslimanët në ato vena, në praktikim fesë sa mirë, po pas një kohë veç ata muslimanë edhe s'kan pas pengesa në praktikim fesë, janë shkrinë ato shoqëni. Edhe janë pas të mesim. Prandaj s'është mirë për muslimanin me jetu në vendin e kafirave.